se ka marrë vendim për kryeministër brenda 15 ditëve, në qoftë se Albin Kurti nuk arrin të bëj qeverin, atëre mandati i kalon partisë të dytë që dallon nga Shqipëria, ku mandatin e merr Edi Rama, mbas Edi Ramës e merr Belinda Balluku, jepet individit, jo partisë. Në Kosovë jepet partisë numër 2, që në këtë rast është Partia Demokratike e Kosovës. Se ka 24 mandate. Eksakt, ndërsa kryetari i parlamentit mund të shkoj paskajshmërisht, do më thonë nuk ka kur far afatësh kushtetuese. Se nuk është thënë tjetë domosdoshmërisht përfaqësuesi i mazorancës, kryetari i parlamentit. Por tash kur do të shpjegoj pse thash 2 palët janë përgjegjëse. 10 deputet të Kuvendit të Republikës të Kosovës e para mund t'i drejtohen gjykatës kushtetuese, se deri kur do të vazhdojmë kështu për të marrë një opinion, dhe një gjë të tillë nuk e ka bërë opozita, sepse nuk janë të interesuar e para të krijojnë asociacionin, se sikur një që bojnë 2, kanë me kriju asociacionin ose qeveria Albinit, ose qeveria tjetër, e para. E dyta, e ka spjeguar në mënyrën ma brillante, shkencore, Enver Hasani, kryetari i gjykatës kushtetuese. Ai thot që sikur 10 deputet Kuvendit të Republikës të Kosovës të drejtohen gjykatës kushtetuese për marrjen e mandatit, do më thonë për dhënien e opinionit, jo për marrjen e mandatit, po për opinion nga gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese do të thotë që nuk lejoheshti edhe t'japsh dorëheqje si kryeministër, sepse ligji të cilin e ka sjellë në fuqi Albin Kurti thot tekstualisht kështu: kryeministri dhe ministrat në momentin që dhanë dorëheqje për të bërë deputet, nuk mund të ushtrojnë edhe rolin e deputetit, postin e deputetit edhe qeverisë. Tani çka ka ndodhur? Albin Kurti, duke bërë vepër penale, po shkon punë si kryeministër me ministrat e tij, po merr vendime. Apo e kuptoni ju se në çfarë pozicioni janë pozita dhe opozita. 2 palët ju interesojnë 2 gjëra. E para me shku me morë pagën si deputet, e dyta, 70% të këtyre deputetve nuk do të rizgjidhen më deputet. Dhe ajo që e tha e ti, qëndron që interesi shtetëror nuk figuron në mendjen e deputetve të Kuvendit të Republikës Shqipërisë dhe të Kuvendit të Republikës të Kosovës. Pse? Sepse po të shikosh kualifikimet e tyre arsimore, për shembull, po të shikosh historinë e tyre, unë kam bërë njëherë një pyetje: a ma shumë ju frigohen deputet ton 4 libra mja u fut në dhomën e gjumit, apo 4 bomba në krevat? Këta janë total njerëz analfabet, që as diçka në shteti, as interesi shtetëror, nuk e kuptojnë që ne akoma jemi në luftë me Serbinë. Sikur Kosova të ishte në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, të ishim vërtet një shtet normal. Okej, çoj e pafundësisht, dhe e fundit e po e përfundoj. Si ka mundësi që është betonu në trurin e qytetarit të Republikës të Kosovës, që asë një parti politike nuk guxon të mendoj për të bërë një kompromis me listën serbe. Kur deputet e listës serbe janë deputet Kuvendit të Republikës të Kosovës, marrin paga nga tatim pagues të Republikës të Kosovës, dhe tani lind pyetja: pse të mos ulemi dhe të negocojmë për votat edhe të listës serbe? Sepse çdo njeri prej këtyre ka ardhur në pushtet duke shoh listën serbe. Sikurse Vučići që rrin pushtet në Serbi duke shoh Kosovën, liderët politik të Kosovës fitojnë poena jo kundër shtrejtimit çmimit të energjisë elektrike ose ujit ose bukës, vetëm duke shoh Serbinë dhe listën serbe. Vështrim politike e pastaj që nëse do fusim listën serbe në qeveri, çfarë qëndrimi se luftohet për vot aty? Më falë, që kolegje, skoqore pa e duke menduar diçka, kam përshtypjen se gjitha kjo që po ndodh sot shtrihet disa muaj pas në kohë. Nëse mbaj mend, rezultati i zgjedhjeve përcaktoi shumë atë që po ndodh sot.
Kemi 10 mandate më pak për vendvendosjen dhe këto erdhën mbas goditjes frontale që mori në zgjedhjet lokale përpara dhe në një farë mënyre ata Albin Kurti dhe të tjerët filluan të nuhasin e të ndjenin që po thërmohej jashtë të quajturit mit i Albin Kurtit si mbajtës si flamurit të një Kosove e cila do arrinte shumë çka, do t'i dilte përballë